Gjergj Kastrioti Skënderbeu është njëri më i madh që ka jetu mbi këtë rrugë zullëtokësore. Emri Skënderbeu rrezaton në çdo shpirt shqiptari. Pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Jemi një e si jemi dy. Jemi një, jemi shqiptar. Unë jam Agim Pepaj nga Brekoci, komuna Gjakovës, përndryshe jetoj në Zvicër dhe jam përfaqësues i shoqatës Gjergj Kastrioti në Zvicër. Skënderbeu është një simbol i fortë i identitetit tonë shqiptar. Dhe mos kishte qenë Skënderbeu, nuk e di kush ku kishim rrina, a kishim bërë këto ditë si shqiptar apo ç'a do të kishte ndodhur me neve. Edhe vitin e kaluar kemi qenë për 6 maj, për ditëlindjen e Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe këtë vit jemi këtu, mbasi festa po bëhet tradicionale, edhe na do të mundohemi që të jemi këtu çdo vit. Është thuajse viti 4 që po bëhet manifestimi. Cilat janë fjalët e juve për këtë manifestim këtu midis Prishtinës? Po është masë e qelluar sepse Skënderbeu është identiteti jonë. Nëse harrojmë neve Skënderbeun, domethënë është rreziku që të harrojmë shumë gjëra dhe ndoshta shkojmë me një kohë tjetër që nuk duhet ndodhte. Fatmirësisht nuk ka ndodhur, as nuk do të ndodhë, por duke përkujtuar veprën jetën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, i kemi punë shumë më mirë, si kombë edhe si shtet. Po për mendimin tim Gjergj Kastrioti Skënderbeu është njëri më i madh që ka jetu mbi këtë rrugë zullëtokësore. Unë flas për mendimin tim. Për atë arsye neve në Zvicër kemi krijuar një shoqatë që thirret Gjergj Kastrioti, që merr me vetëm me promovimin, rujtjen dhe jetës dhe veprave Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Që sa është kjo shoqata është formuar në 2018, në 550 vjetorit të vdekjes. Merret me çështje kombëtare. Veç me çështje çka ka të bëjë me Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në 18 maj na kemi atje një ekspozitë vizuale me piktura, skulptura që i dedikohen vetëm Skënderbeu. Sot keni marrë pjesë individualisht apo edhe me shoqata? Jo, shoqata jemi këtu, disa vet, disa po vinë. Jemi shkepur, po do të bashkohemi dikon. Dikon 15 vjet nga shoqata. Faleminderit Prishtinë që bashkohet gjithë shqiptarët nga gjithë tore shqiptare për të nderuar, respektuar ditëlindjen e të madhit ky heroj kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, burri më të madh të kombit, i cili është simbol lirie, paqe, dashurie që e bashkoi zemrat e secilit në një zemër të madhe në të gjithë shqiptarë. Skënderbeu është simbol i gjithë shqiptarëve dhe kalon gjumë të madhe, da shekuj ndër vite, na ruajti nderin, burnin, gjuhën, kulturën, historinë, adhëdheun, kampin, gjitha emri shqiptar. Emri Skënderbeu rrezaton në çdo shpirt shqiptari. Ai që nuk ka Gjergj Kastrioti, mund të qenë edhe rom, edhe grek, edhe bullgar, edhe slav, edhe turq, edhe arab, po kur shqiptar jo. Afrën ditë e madhe, ndër shqiptare, nuk shenë ku ne botë Shqipëria dikënare. Iko turk, iko shkia, batoni ynë në ka, do përnojme për dëshirë, ta bashkojmë shqiptarin. Gyllkuqja Kosovës, bukur ka hedhë një valle, efton kryen motër në një dasët madhe, kruja Trimnis, e nuse Dardanis, me flamurë të kushnjëdor, bashkon tër Shqipërinë. Pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Jemi një e si jemi dy, jemi një, jemi shqiptar, jemi një me një zemër, jemi një kemi një emër, jemi një, jemi shqiptar, jemi një me një gjak, jemi një me një bark, jemi një me një kultur, jemi një kemi një flamur, jemi një kemi vërtham, jemi një e kemi nanë Shqipnin, në populli shqiptar i bashkuar, në Shqipëria atnike. Të gjithë ata që kanë rrapë për këtë tokë të lashtë, i lirë ardhore shqiptare, në krymë të madhin Skënderbeun, me komandantin legjendar Adem Jasharin, janë më të mirët, më të dashurët, më të shtrejt, më të bukët, janë krenaria e kombit dhe mbar shqiptarisë. Lavdia dhe kujtimi do të betet për herë i paharruar për të gjithë. Faleminderit shumë për këto fjalë. Është hera 4 që po bëhet një manifestim i tillë. A keni marrë pjesë edhe hera tjera? Kom qenë vitin e kaluar. Çu ka dukë si organizim? Cilat janë fjalët për organizim? Vetë ka qenë shumë bukur, sot po shihni që është po puna. Jo, ju falenderojm, ju shumë nderuar. Kalofshim jetën. Unë nderi madh për ndërkombë shqiptar, ta ndojmë këtë burr më të madh në gjitha kohëra, ky është burri i madh Skënderbeu, që nuk ka kush ta pensoj kur për jetë. Faleminderit shumë.